Tjetër po bëhet një ndër mjetet më të fuqishme për të zbuluar universin nga teleskopët që në fakt mendojnë vetë deri te sistemet që analizojnë miliarda të dhëna për të zbuluar planetet të rinj, ai në fakt inteligjenca artificiale po zhvillohet çdo ditë e më shumë në fusha të ndryshme. Unë kam të ftuar për të biseduar për këtë, për të biseduar për ato udhëtime që janë kryer tashmë edhe nga artist, nga këngëtar, siç është për shembull Katy Perry, e shumë zhvillime të tjera. Do t'i diskutoj me Ermand Martenikën, inxhinier biomjekësor. Mirëmëngjes dhe faleminderit. Përshëndetje Lili dhe kënaqësi që jam pranë jush në Ora News. Domethënë ne kemi vënë re që domethënë edhe për ne është shumë interesante dhe atraktive kjo inteligjencë artificiale që përmendët dhe ju, se fiks ne kemi përmend që duket si e kafja mëngjesit, s'ke nevojë të pish kafen, po e nis me lajmet e inteligjencës artificiale. Domethënë dhe është si të zgjohesh fiks. Madje inteligencë artificiale pikërisht në zbulimin zhvillimi i teknologjisë, zhvillimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale është lidhur kryesisht me software-ët. Domethënë dhe me software-ët dhe me hardware-ët. Krahas të tjerave që po bën bumin që ne i kemi përmendur, ajo që është shumë e rëndësishme është edhe aplikimi i inteligjencës artificiale i teknologjisë në kozmos, pra në hapësirat ndërplanetare. Kjo më mendoj aktualisht që po jepet domethënë bum këtij zhvillimi mbase për të promovuar pak të turizmin kozmik, që është diçka interesante që pionerët e teknologjisë tashmë do të quhet turizëm kozmik? Patjetër, ashtu siç po mendoj unë që edhe ky lajmi që bëri bum, lajmi i fundit me Jeff Bezos, që mendohet që t'i ketë bërë dhuratë një grup vajzave përfshirë të dashurës së tij edhe Katy Perry, domethënë me anë të kapsulës kozmike që të shikonin planetin blu, tokën nga hapësira kozmike, diçka fantastike, por që në çmime janë shumë ekstremisht shumë të shtrenjtë, domethënë, sepse mendohet pikërisht pra që ato kanë shkuar jashtë planetit blu, sepse është gjë atraktive të shikosh një planetin blu pikërisht nga hapësira kozmike, është shumë interesante dhe mendohet pikërisht pra që vetëm për një kohë caktuar 10 deri 11 minuta neto, pra që do thotë kohë që pasi është ngjitur kapsula kozmike ose asnjëja kozmike, të kushtojë rreth 25 deri në 30 milion euro vetëm kjo lëvizje. Pra, në të njëjtën kohë unë shikoj pikërisht pra që Elon Musku gjatë zhvillimeve të ndryshme që po bën me këtë SpaceX kapsul dhe SpaceX agencies që eksplorojnë, tentojnë, zhvillojnë, domethënë kapsula të ndryshme, e mendoj që turizmi kozmik do jetë prezent për një kohë shumë të shkurtër. Pra, do mundsohet patjetër, nuk do shkohet pikërisht pra vetëm, nuk do përshkohet ose nuk do vizitohet vetëm nga astronauta apo astronomë, siç e themi ne, por që edhe nga njerëz të cilët kanë kapital që kërkojnë të shikojnë një herë, të shijojnë një eksperiencë jashtë planetit blu, pra jashtë atmosferës, patjetër. Një pyetje. Ka diçka këtu. Mos më largo. Nëse do ju ofroj një vend në një fluturim të tillë. Mua. Si inxhinier biomjekësor që jeni. Unë faktikisht do ishte i pari që domethënë sa të do e pranonit? Menjëherë do ishte një eksperiencë shumë e bukur. Do ishte diçka fantastike sepse ne kemi studiuar si në fizikën astronomike, si në fizikën analitike, sepse është bërë pikërisht pra gjatë fakultetit kemi bërë astronomi dhe fizikë astronomike, e kemi parë domethënë të bukurat që ka natyra, të bukurat që ka planeti blu, por asnjëherë nuk e kemi shijuar pikërisht që ta shikojmë planetin blu nga hapësira. Që do thotë për shembull, nuk po flasim për të shkuar deri në hënë, sepse edhe hëna sateliti tokës 300.000 kilometra larg është, por ta shikosh në një hapësirë pak më të jashtë atmosferës. Zhvillimi i inteligjencës artificiale në astronomi unë përsëri e shikoj si një ngërç në raport me, mund t'i them pikërisht pra me ato që po bëhet. Sepse jetojmë në vitin 2025, në inteligjencë artificiale robotika po krijon robotët, por nuk po arrihet akoma që të bëhet të mundur eksplorimi ndërplanetar. Dhe pikërisht është ajo pyetje që a ekzistojnë qenie të tjera jashtëtoksore, sepse shpesh ne kemi parë pikërisht objekte të çuditshme, disqe, të cilët qarkullojnë, por të kemi këtë lloj zhvillimi masiv teknologjisë dhe mos kemi arritur që të shkojmë akoma në Mars, është diçka që prapë është, domethënë nuk e shikoj dhe aq
për një kohë shumë shkurtër që të bëhet, që të promovohet, në base turizm kozmik që mund të dalësh jashtë sipërfaqes tokës, siç e përmendëm, jashtë planetit blu për ta. Por që maksimumi që është bërë është shkuar vetëm deri në hënë. Hëna e përmendëm 300.000 kilometra larg është. Madje që në vitet 50-60... Ne u ndalëm tek bukuria e këtij udhëtimi, u ndalëm edhe tek efekti që sjell, por efektet shëndetësore do thoni jo. Sigurisht, faktikisht kjo duket si një eksperiencë shumë interesante, që të shkosh pra është një aventurë, por që sigurisht ka dhe efekte anësore negative për shëndetin, për qëndrimin për një kohë të gjatë. Pati bërë buj një lajm interesant. Kur i referohemi një kohë gjatë? Një kohë gjatë do thotë që të qëndrosh më shumë se 2-3 muaj, patjetër, të qëndrosh më shumë se 2-3 muaj, sepse kemi të bëjmë pikërisht pra me mungesë të gravitetit. Pra aty është, si mund ta themi, nëse graviteti në tokë është 9.8 metër për sekondë katror, është një koeficient që i themi në fizik, graviteti është në kozmos është shumë minimal. Pra mund të themi pra afërsisht zero. Që do thot pikërisht pra mungesa e gravitetit, kur të shkakton në organizëm një lloj relaksi muskuloskeletal, pra në aspektin shëndetësor, që do thot që ti nuk e ndjen mungesën e peshës. Pra qëndron në atë pending, pra pezull. Por, sipas studimeve që është bërë qëndrimi për një kohë të gjatë më shumë se 2 muaj, bën të mundur dobësimin e muskujve. Sepse nuk ka aktivitet. Dhe pikërisht, astronautët të cilët shkojnë ose në hapësirat kozmike bëjnë stërviten intensivisht këtu. Madje dhe kanë aparatura atje të cilët nuk funksionojnë në raport me gravitetin, por në raport me stresin kundër ose më saktë tensioni që ushtron muskuj, pra rezistencës. Sepse të qëndrosh për një kohë gjatë me gravitet zero dhe me një nivel oksigjeni zero, pavarësisht se kapsulat kozmike janë pikërisht për të pajisur me oksigjen etj. Mungesa e gravitetit shkakton këto. Të qëndrosh për një kohë gjatë kemi të bëjmë pikërisht me dobësimin e dendësisë së kockave. Që do thot pikërisht për çdo muaj që kalon, kockat sipas studimit dobësohen 2%. Pra dendësia e përqëndrimit të qelizave kockore, pra matrizës kockore, që do thot mund të ketë risk për shfaqjen e osteoporozës. E kuptoj. Po, një tjetër gjë, patjetër, një tjetër gjë problematika me sistemin kardiopulmonar dhe kardiovaskular. Nëse kemi gravitet zero, zemra, okej. Pra sistemi kardiopulmonar dhe kardiovaskular funksionon në mënyrë të relaksuar dhe jo me energji potenciale, jo pikërisht pra ashtu siç duhet me një rezistencë. Kjo ka të bëjë me tkurrjen ose me zvoglimin e përmasave të zemrës, sepse gjarku ku qarkullon shumë lirshëm. Pra në një kemi aspekt të relaksacioni. Në përqindje të konsiderueshme? Apo janë sa më shumë të qëndrosh, që mund të rikuperohen më pas? Ideja është që sa më shumë pikërisht edhe astronautët të cilët pikërisht pra shkojnë dhe qëndrojnë për një kohë të gjatë, u jepet pikërisht një protokoll mjekësor që duhet ushtrohen me pajisje që janë kundër rezistencës. Pra, ata nuk mund të ngrejnë pesha, por janë pajisje të cilët duhet ushtrosh një forcë për të aplikuar pikërisht pra dhe për të mbajtur pikërisht pra uniform muskujt pra sistemin muskuloskeletal, gjithashtu edhe ritmin kardiak. Pra, si mund të themi ushtrimet kardio, të cilët janë shumë të rëndësishme. Një tjetër gjë është edhe problemi psikologjik. Kuptohet qetësia maksimale konsiderohet si të jesh stressless, pra niveli i stresit është zero, por që gjëja më kryesore që shfaqen në përmenda, probleme me sëmundjet kardiopulmonare dhe kardiovaskulare dhe problematikat me sistemin muskuloskeletal. Po në rastin një rast interesant përpara se të kaloj Lili te kjo pjesë, ishte fakti që astronautët të cilët kishin marrë përsipër që të rrugëtonin një udhëtim për të shkuar në Mars, por kishin qëndruar për 9 muaj jashtë, domethënë kishin qëndruar për 9 muaj në kozmos. Kjo u kishte shkaktuar dëme goxha mjekësore, siç e përmendëm pak a shumë dhe më përpara. Por të marrësh një rrugëtim për një kohë të gjatë në kozmos, duhet kesh edhe sasi të mjaftueshme oksigjenit përqendruar të lëngshëm, sepse në një moment caktuar, për shembull, oksigjeni mund të mbarojë, edhe çfarë ndodh? Do thotë që kalojmë në gjendje akute dhe njerëzit vdesin, sepse është një habitat që nuk është i unik. Tash, një pyetje interesante që shpesh herë disa thonë që a jemi të vetmit në gjithësi, edhe unë mendoj që ne nuk jemi të vetmit në gjithësi. Për vetë faktin sepse teknologjia, inteligencia artificiale, teknologjia që zhvilluar
në botën tonë ka përparuar, jashtë kësaj bote më duket sikur jemi akoma në fillesat sepse është një dimension i ri të zbulos hapësirën interplanetare, është një dimension tjetër, një dimension i ri që ne maksimumi kemi shkuar më së miri për të eksploruar në aspektin fizik apo dhe të tjera, hënën që është sateliti ynë. Deri në Mars, që është planeti më i afërt me Tokën, nuk kemi arritur akoma dhe të konsiderosh që Marsi nga Toka është 150 milion kilometra larg, është diçka që përsëri duhet punë. Këtë e ka premtuar Elon Musk i famshëm, që unë e suportoj këtë pionierin e teknologjisë, po bën çuditëra, që brenda vitit 2027, domethënë astronauti i parë, madje i kishte bërë shumë të madhe edhe në Parlamentin Amerikan, që astronauti i parë do shkojë në Mars dhe do vendosë flamurin amerikan. Këto janë gjëra që janë në perspektivë edhe presim që të ndodhin. Por që unë kam përmend që Elon Musk në mbështes edhe a është i realizueshëm ajo që pretendon Elon Musk? Egoizmi i teknologjisë e ka çuar pikërisht pra në hiperaktivitet. Nëse mund ta quajmë në afatë mesëm. Egoizmi i teknologjisë e ka çuar në hiperaktivitet. Mendoj që edhe mund të arrihet, sepse janë dërguar pikërisht robot kozmik, inteligjencë artificiale aplikuar në NASA me observatorët, të cilët që nga planeti ynë monitorojnë, analizojnë distancat e planetëve e tjerë, spiralet e galaktikës, kjo gjë është shumë mirë sepse janë software të cilët i analizojnë. Por që të shkosh deri në Mars është një perspektivë, por që shohim, sepse distanca nuk është shumë premtuese, ka shumë gjëra pikërisht që kemi të bëjmë. Të shkosh në Mars, do thotë të rrugëtosh nga Toka deri në Mars për 9 muaj, me kapsulë kozmike, dhe të rikthehesh përsëri 9 muaj. Pra i bie që të shkosh gati më shumë se një vit e gjysmë ti je në udhëtim kozmik. Që kjo krijon, ne e përmendëm, ka side efekte shëndetësore në organizëm, pra në metabolizëm e të tjerë. Dhe me qënë se mund dale prap tek efektet shëndetësore, një tjetër udhëtim që është diskutuar dhe deri diku edhe është kryqëzuar ishte ai i këngëtares Katy Perry së bashku me një grup shoqesh. Unë e mendoj, kjo ka qenë një udhëtim komercial për një kohë shumë të shkurtër. 11 minuta. Po, 11 minuta, ka qenë një kohë mjaftueshme. Mendoj që edhe mund të qëndrojë edhe më shumë, për shembull, 1 orë edhe 2 orë nuk është problem, por që unë mendoj që kjo ka qenë një mesazh i Jeff Bezosit me kompaninë aeronautike Blue Origin, për t'i treguar domethënë botës që shiko duhet të investojmë për të promovuar turizmin kozmik. Dhe në një anë, sepse është diçka që mund të arrihet, ë? Po, patjetër. Kjo gjë, unë mendoj që është një mesazh që ka dërguar, mendoj unë vetë, që mund t'i ke dërguar edhe Elon Muskut, që janë në kompeticion, domethënë, kompania aeronautike SpaceX me Blue Origin i Jeff Bezos, kuptohet që janë në kompeticion, por prap ajo çka po shikoj me kompaninë SpaceX është më e arrirë, më avancuar se po eksplorohet, vërtet pati dështime në gjithë, domethënë dështime në 2 apo 3 por që u arrit. Mendoj që sa më shumë t'i shtohet egoizmi të 2 pionerëve të teknologjisë për të promovuar turizmin kozmik, aq më mirë është edhe për ne, sepse kushdo do ishte interesuar që ta vizitonte Tokën, planetin, mbas edhe për 1 orë, mbas edhe për 2 orë, do ishte shumë interesante. Ndërkohë, një tjetër zhvillim që na vjen e bashkalidhur me zhvillimin e teknologjisë e ndihmuar edhe nga inteligjenca artificiale është edhe një lajm që ne në fakt e kemi prekur pak edhe në materialet tona. Ngrirja e trupit të njeriut për ta risjellë sërish në jetë pas një farë kohe. Po, edhe kjo është një startup gjerman në faktikisht, që edhe mua më ka bërë startup gjerman kryesisht tek bioteknologjia, që edhe mua faktikisht më ka bërë kurioz, që ka të bëjë pikërisht me ngrirjen e trupit me anë të azotit lëngshëm, me anë të tankeve të cilët i kanë krijuar. Dhe si pas një çmimi që i kishen ofruar të bësh mund ngrirja e trupit me azot të lëngshëm, kuptohet temperaturat shkojnë minus 200 gradë, domethënë edhe që organizmi të shkojnë në temperatura minus 200 gradë, pyetja lind që si mund të ngjallet ky organizëm kur mund të kristalizohen indet. Është i gjë që ato kanë gjetur me anë të një elementi kimik, domethënë që i injektojnë përpara se organizmi të bëhet mund ngrirje, pikërisht pra që plazma e gjakut apo dhe gjaku mos të shkojnë në kristalizim. Pra është një element kimik interesant
si çmime kishin bërë $200.000, ato kanë hedhur, unë mendoj që kjo është hedhur si hipotezë. Është hedhur vetëm si hipotezë. Tanket me azot të lëngshëm janë të krijuar, do të thënë që i kemi parë cilindrat. Nuk po më kujtohet momentalisht emri kompanisë apo i kësaj korporate që ka hedhur por që mendojnë që këto pacientë të cilët kanë pasur ose kanë sëmundje metastazike, sepse me idenë që temperaturat shumë të ulta mund të bëjnë të mundur shkatërimin ose sfumimin e një mase tumorale apo qelizave metastazike duke i shkatëruar ADN-n, domethënë sepse ne kemi përmendur që qelizat kancerogjene krijohen për shkak të keq modifikimit ADN-s për shkaqe të përcaktuara ose të pa përcaktuara. Që do thotë pikërisht pra si në rastin e astronautëve që e përmendëm, një tjetër gjë interesante ishte prezenca e rrezatimit, mungesa e atmosferës, rrezatimi i diellit dhe rrezatimi ionizues mund të jenë problem në shfaqjen e qelizave kancerogjene në hapësirë kozmike. Temperaturat shumë të ulta mund të ndikojnë në shkatërimin e këtyre modifikimeve që ndodhin. Është një projekt që kjo po bëhet nga bioinxhinierët ose inxhinierët fizikantë biomjekësor. Unë e shikoj në aspektin analitik dhe teorik është okej, po ideja është që të hidhet në aspektin praktik? Në praktik. Faktikisht unë mendoj që dhe mund të bëhet. Çmimin e kishin nxjerrur ke $200.000 për një person që kërkon që të bëjë të mundur ngrirjen artificiale me azot lëngshëm për ngjallje, pas 50 vjetësh, lajm që ka bërë buj në mediat international, por edhe mos ndjehemi pesimistë kjo pjesë, sepse Elon Musku e hodhi si hipotezë atë çipin e famshëm, pra implantin elektronik që e kemi diskutuar. Një vit më pas se aplikojnë 3 pacientë rezultoi pozitiv dhe sot është bërë një lajmet më të mëdha të bioteknologjisë dhe inxhinierëve biomjekësor. Pra që mund të jetë edhe kjo një lloj zhvillimi dhe unë e mendoj që për një kohë të gjatë po. Pra do duhet kaloj kohë, duhet që të bën analiza tjera, pra të studiohet, do me thënë ka shumë gjëra në perspektivë, se mund të hidhet një hipotezë me konceptin që me një ngrirje prej -200 gradësh mund të dëmtohen pikërisht pra ADN-ja e qelizave lezioneve kancerogjene. Është një gjë që duhet parë në perspektivë, por unë me qenë se ne jemi të teknologjisë e të bioteknologjisë, unë shpesher ndjem pozitiv, do me thënë hiperaktiv dhe pozitiv në këto çudirat që dalin në këtë shkencë, do me thënë, në këtë profil shkencor. Si inxhinier, patjetër që ndjen. Jemi të atraktuar, po shpesher edhe në shkurtimisht në 30 sekonda. Çfarë po ndodh me ChatGPT-n? Duket sikur ChatGPT-ja është një aplikacion që unë e shikoj që po zhvillohet më së miri. Madje edhe një add-on ose një tjetër karakteristika sa feature interesant ishte që të bënte të mundur të animonte, mjafton që ti shkruaj, se unë e kam provuar edhe vetë, do të thënë ti shkruash I want to animate, dua të animoj foton time dhe të bënte një animacion, do të thënë. Kjo është diçka e mirë. ChatGPT-ja po përdoret gjëra gjatë për të marrë informacione në aspektin shëndetësor. Ne kërkojmë një informacion për një diagnozë të nxjerr idealisht të redaktuar. Pra, merr informacionin nga serveret dhe ta nxjerr të redaktuar. Dhe ChatGPT-ja më duket sikur është kthyer si shoku më i ngushtë digital. Domethënë kolegu digital, mjeku digital, psikologu digital. Si inxhinier biomjekësor të ka ndodhur të ulesh në kafe dhe të komunikosh? E kam provuar faktikisht 1 apo 2 herë, po e di çfarë më ka ndodhur me ChatGPT-n? Me ChatGPT versioni 4 i fundit, me ChatGPT versioni 4 i shkruajta emrin tim dhe më nxori që you are a well-known journalist, je gazetari i njohur. Pastaj, pasi bërë 2-3 prova, shkruajti që biomedical engineer. Pra në sensin që kanë edhe ato problematikat e veta në algoritëm, por që ChatGPT-ja është kthyer, unë e përmenda, është kthyer si shoku më i ngushtë digital. Të falenderoj shumë që ishe në studio. Ishte një kënaqësi që isha pranë jush, Lili në Ora News. Faleminderit dhe të uroj ditë të mbar. Mirë, ne në këto momente do të shkojmë në një hapësirë publicitare.